26 tetor. Ngriuni, luftoni për kombin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt për The Focus. Dje, Departamenti i Drejtësisë ka ngritur akuzë nga ish drejtorit e FBI. Akuza është vetëm 2 faqe. Që të ngrihet një akuzë, duhet kalojë në jurinë e madhe. Juria ka qenë me 16 vetë, vetëm 14 kanë votuar që të pranojnë 2 akuza. Akuzën e tretë jo. Çështja do shkojë në gjykat, kami vetë dorëzohet sot, por siç thonë analistët, çështja është e dobët. Maksimumi merr 5 vjet burg, pra ka bërë deklaratë rreme kur është pyetur në Senat dhe në Kongres dhe ka penguar drejtësinë. Këto janë akuzat. Prokurori i Virginias, i cili ka qenë një prokuror profesionist, nuk ka pranuar që të ngrej këto akuza, ka dhënë ndërheqjen. Trump ka emëruar një nga avokatët e tij personale, pa përvojë si prokurori, pa përvojë në drejtësi, e cila ka zbatuar urdhën e presidentit Trump, ndërkohë që thuhet që Bondi, sekretari i Departamentit të Drejtësisë, por edhe Kashel Patel kanë pasur rezerva për këto akuza. Që mbas skandalit Nixonit, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka pasur pavarësi dhe nuk ka ndodhur që të marrë urdhra nga Shtëpia e Bardhë. Trump publikoi, ndoshta me dashje, ndoshta pa dashje, një email që i dërgonte Bondit duke kërkuar që të arrestohet kami, ish drejtori i CIA-s Brennan, por natyrisht edhe George Soros me RICO. Pra Trump po kërkon me ngulm, akuzohet që po e kthen në armë Departamentin e Drejtësisë. Në fakt, ish drejtori i FBI-t ka kryer rrjedhje leaking në media lidhur me atë që quhej Russian collusion, pra një lloj tradhtie ndaj presidentit në atë kohë, zoti Trump. Në qoftë se ti gënjen, pra jep dëshmi të rreme në Senat e Kongres, dënohesh. Askush nuk është sipër ligjit. Ka një përplasje mes asaj që thot ish zëvendësi i me kabi dhe ish kamit. Problemi është që Amerika, përveç fuqisë së madhe së superfuqi në botë, rrezaton në thë që këtu drejtësia është e fortë, e pavarur, por me këto veprimet presidentit Trump, këto duket sikur vjen ndryshim. A ka drejt zoti Trump veproi kështu? Harruat akuzat e ngritura ndaj tij, 34 akuza. Ai nuk u dënua vetëm për faktin se u zgjodh president, por me këtë logjik dosja do të hapet përsëri. Dosja e 6 janarit dhe dosja e dokumenteve të klasifikuara, të cilat ai nuk e kthente mbas shumë kërkesash nga drejtoria e arkivit që posedon duhet mbaj këto. Ndërkohë ndaj ambasadorit Bolton duket që është një case më i dobët, ndaj nuk kanë ngritur akuza. Nga mandati i mbështetjes nga FBI në shtëpinë e tij nuk kanë gjetur në material sekret, por në zyrën e tij ka disa dosje ku thuhet confidential dhe secret. Por janë materiale 20 vjet më parë kur ambasadori Bolton ka qenë ambasador në OKB për George Bushin. Edhe këtu si mbas avokatit ti duket sikur çështja është e dobët. Do të kaloj tek një juri e madhe dhe juria e madhe pastaj vendos që ka case për trial, për gjyq apo jo. Natyrisht që si Kami, si Bolton, si Brennan do të shpenzojnë miliona dollar për avokatët për të mbrojtur pafajësinë e tyre. Ata kanë bindje dhe besojnë tek sistemi i drejtësisë. Bolton disa herë ma ka thënë që me presidentin Trump jo vetëm drejtësia, po i gjithë sistemi do të jetë në një test prove, por në fund do të mbizotroj, do të prevaloj, do të fitoj.
Trump ka pasur një takim me Erdogan. Duket shumë miqësor, natyrisht që Trump është transakcionist dhe dihet që Erdogan duhet të ketë bërë disa tolerime me ndërtimet e mëdha dhe ndaj fëmijëve të tij. Por përpara se Erdogan të hynte në Shtëpinë e Bardhë, ka qenë kreu i patriarkanës Stambollit me krerët e Kishës Ortodokse Greke. Ai e ka falendëruar që gjen kohë dhe Trump ja ka thënë të Erdoganit që Kisha Greke ishte këtu, më ka kërkuar ndihmë, do ta diskutojmë. Pra kështu kryet lobingu. Delegacioni shqiptar këtë radhë ishte pa kryeministrin Rama. Thonë, mund të thotë që një vit vjen kryeministri, një vit vjen presidenti. Nuk ka përse të jetë kështu. Rama si ka hapur krahun kur presidentit për samitet e NATO-s. Përse duhet ta bënte këtë tolerim tani? Trump e ka sulmuar AKB-n si një organizatë që nuk ka asnjë forcë, nuk bën asgjë, shpenzime pafund. Trump i shikon si një organizatë ku sundojnë platformat e majta. Natyrisht në fjalimin e tij, ai ishte politik, duke folur për politikën amerikane, për ekonominë, edhe pse e dinte që ata që ishin në sallë nuk duan t'ia dinë se çfarë ndodh me politikën e brendshme amerikane. Megjithatë, do thoshte ato që donte. Foli rreth 55 minuta. Ajo që më shqetëson mua në këtë sesion të ri është takimi Vučić me sekretarin Rubio. Thuaj se në nënshkrimi një marrëveshje me 9 pika strategjike midis Serbisë dhe Amerikës, ndërkohë që janë të ftohtë kanë bërë pezullim me Kosovën dhe nuk flitet asgjë për marrëveshje strategjike me Shqipërinë. Rama nuk do ta falte këtë rast që të mos vinte, sepse ka qenë bashkë me Begën dhe herë tjetër apo me Nishanin. Natyrisht problemet me drejtësinë amerikane, me FBI-n, sulmet e mëdha, kontaktet me Sinaloën, me trafiqet e mëdha e bëjnë që Rama të jetë i tërhequr dhe nga burimet e korta të sigurta të mirë në tetor do të ketë një goditje brenda Shqipërisë me skandale të tjera. Spiro Pali as pak e përgatitur, veshur shumë keq, pa klas, mungoi tek darka ku shqiptarët kishin ftuar, ishte presidenti i Shqipërisë, presidenti i Kosovës dhe veprimtaria organizoi nga dikush që ka pasur lidhje shumë të afërta me Ramën. Ku ka qenë Spiro Pali? Ka qenë tek Clintonët, ka qenë te Soros, ka qenë shopping, apo urdhri Ramës që ajo të mos ishte krah presidentes Kosovës, mund spekulojmë. Thjesht një dhënie, një foto me Rubion kur është darka me të gjithë ministrat e jashtëm të NATO-s, është asgjë. Është njësoj si prita që ambasadori shqiptar i Ramës në Washington i bëri në darkë në fund vitit të Rubios, ku tha që e kam ftuar të vinë në Shqipëri. Ju e dini mirë se sa ka ardhur Rubio, ka pasur një deklaratë. Janë në një foto të turpshme ku në krye të tryezës është Gay Grinell, i cili është i ngarkuar si drejtori Kennedy Center. Fillimisht ka pas marrë detyrën si dërguar special i misionet veçanta, po s'ka kryer asgjë, por i investuar shumë pro Serbisë. Dhe në atë tavolinë është presidenti, është Spiro Palja, djellza e Veliajt, siç njihet nga shumica e shqiptarëve këtu, dhe është delegacioni sërb, ambasadori i Serbisë, duhet të jetë edhe ministri i jashtëm. Thik mbas shpinën ndaj Kosovës. Natyrisht që ti do të kërkosh të bësh sa më shumë takime, thjesht nëpër korridoret e OKB-s, siç funksionon, por ka qenë ndryshe. Kur vinte Berisha, edhe Nano, apo vegla qore e Greqisë Milo, takoi sekretarja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Albright, madje edhe në Washington. Interesi ndaj Shqipërisë nga kjo administratë thjesht është zero.
ka interes për SPAK dhe duket që e ngarkuara me punë, po e merr situatën dorë, duke treguar forcën amerikane, duke thënë që SPAK-u kontrollohet nga ky vend. Por me këto që po ndodh me drejtësinë këtu, nuk mendoj se moralisht Amerika ka drejt të kërkojë të ndryhë haptas, por në rastin e SPAK-ut është një investim i tyre, nuk janë tërhequr. Të dërgosh një ministër e papërvojë në një seancë të KB-je nuk është gaf, tregon papjekuri, por tregon që ti nuk vlerëson as marrëdhëniet me OKB-n, as marrëdhëniet me Amerikën. Duhet vinte Asani. Qeveria mund të mos kishte kaluar përpara se të kryej seanca e OKB-s. Duhet kishte plan kontaktesh, por Rama e ka mbështetur gjithë shpresën e tij te investimi i madh që është bërë me Kushnerin. Ka marrë një lloj entuziazmi kur Tony Blair me Kushnerin kanë qenë tek Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe Blairit janë dhënë gradat e generalit për gazën. A do ta shfrytëzonte Rama Blairin? Blairi ka një nam të keq në lidhje nëse ndërhyn për ne, sepse përmes tij është ndërhyrë tek Boltoni për marrjen e trojve shqiptare të Kosovës me atë që quhej shkëmbim tokash. Blair, çdo gjë nisi nga zyra e tij, ma ka thënë Boltoni. Pranoj Thatcher, pranoj Rama. Osmani ka qenë më vepriuse, ka qenë në një intervistë te Fox News në mëngjes, që ka shumë vlerë, do doja të ishte edhe presidenti i vendit tim, ka kryer kontakte sa më shumë, dhe është një personazh që nuk lë asnjë çast pa bërë foto, pa treguar prezencën e saj. Ndryshimi i diplomacisë sot, ndryshimi në kohës kur nuk kanë qenë diplomatë, që në atë kohë nuk ka pasur celular as foto bëhet zyrtarisht dhe po donin ata jepnin, po donin jo. Është kompleks inferioriteti. Foto ka pasur dhe Basha me Trump, me pagesë, asgjë. Nuk bën foto ministri i jashtëm i Italisë. Ti mund të jesh në një bisedë dhe dikush të nxjerrë në fotografi, por jo të pozosh. Sepse ti je i sigurt rrugës e ka iden. Cila është si propaganda, nuk ka se si. Janë mbi 27 vende të NATO-s. Ato 2-3 sekonda që shkojnë, nuk mund të krijosh një përshtypje. Në qoftë se nuk ulesh zyrtarisht në tryez, të paktën 10-15 minuta, të thuash kesin tënd dhe të dëgjosh qëndrimin e kësaj administrate. Kjo administratë duket që është indiferente ndaj kandilit që përshuhet të smurit të Europës Juglindore, Edwin Rama. Thanks. Ngatëruar Donald Trump Shqipërinë me Armeninë, madje ka thënë ju zgjidha luftën, ju zgjidha konfliktin me Azerbajxhanin. Tani nuk na nje apo Kudo në Shqipëri.